A keni dëgjuar ndonjëherë për sëmundjet e nyjeve që lidhet me sëmundjet e veshkave? Sot do të flasim për një sëmundje të veçantë e reumatologji, kur acidi urik grumbullohet në nyje dhe në veshk, quhet me një emër artriti urik. Kur acidi urik ka vlerë të lartë në gjak dhe nuk mund të eliminohet, atëherë krijojnë kristale të emta. Këto kristale të emta grumbullohen në nyje, cilët shkaktojnë inflamacion. Shenjat dhe simptomet e kësaj janë dhimbjet shumë të forta. Pastaj janë skuqja e nyjes, kufizimi i lëvizjes dhe enjtja e nyjes. Nyjet që atakojnë më së shumti janë gishti i madh i këmbës, pastaj shuplakat e dorëve, mbryllave, nyjet e anësive, si dhe gjunjët. Problemi më i madh është kur kjo sëmundje nuk mjekohet dhe acidi urik vazhdon të grumbullohet në nyje, cilët deri në kohë cilët shfaqet deformimi i plotë nyjes. Prandaj kjo është irreversibile ose pak thyeshme. Diagnostifikimi i kësaj sëmundje është i lehtë. Bëhet duke matur acidin urik në gjak. Pastaj është shumë e rëndësishme grafia ose rentgeni thjesht, si dhe ultrazeri. Këto luajnë rol të rëndësishme jo vetëm në diagnostifikim, por edhe në monitorim të sëmundjes. Në mjekësi, parandalimi është shumë më i rëndësishëm se sa mjekimi. Prandaj kujdes nga ushqimet që mbajnë shumë baza purine, si mishi kuq, alkooli, sidomos bira, pijet e ëmbëlta e tjera. Andaj pini ujë më shumë, aktivitet fizik dhe rregulloni peshën trupore. Mos e lini dhembjet të përsëritet. Diagnostifikimi dhe trajtimi i hershme e parandalon deformimin e nyjeve, si dhe krijimin e kristaleve të emta në veshk, që në zhanrin popullor e quajmë që zall në veshk, deri te shfaqja e gurëve të plotë në veshk.